la këtë peshqesh që neve tani po marrim edhe diskutojmë me njëri tjetrin. Pra, kjo gjykat është ngritur absolutisht edhe mbi frymëzimin dhe historitë fantastiko-shkencore që kanë nxjerrë Dik Marti apo shumë dik të tjerë që kanë qenë qarkullim në raport me luftën për çlimtarët e Kosovës. Më kujtohet një thënie e serbëve, të cilët e kanë përdorur atë që e humbëm me luftë, ne do ta fitojmë me diplomaci. Pra ne jemi në këtë thënie tani. Pra është një thënie e përafërt me atë të Kasandrës, që thot atë që nuk e fituam dot me luftë, pra na mundi perëndimin, ne do ta fitojmë po me perëndimin, por nëpërmjet diplomacisë. Pra akoma nuk heqim dorë dhe Kosova është ajo gjëja që ne nuk do tërhiqemi kurrë. Pra po ndodh e njëjta histori me nga lufta po kalojmë diplomaci. Për prishur imazhin e Kosovës si shtet i ri, por gjithashtu edhe për të zhbërë atë që ka ndodhur. Që ta mbyll, domethënë. Pse është precedent i rrezikshëm? Padyshim që është i rrezikshëm. Unë pyetja ime është kjo, nëse larg qof ndodh kështu, çfarë ndodh? Ndodh kjo pra që do të them tani, ndodh që shtetet caktuara që nuk e kanë njohur Kosovën nuk do ta njohin më, ndodh që shtetet caktuara që janë në një modyshje dhe e kanë gati të shnohen për Republikën e Kosovës, do ta shnohin dhe do vazhdojnë një valë tjetër e baltosjes së saj lufte etj dhe do ta fus faktorin ndërkombëtar në kolaps, të kthehemi edhe herë mbrapa, kemi bërë mirë apo keq për këtë histori. Unë kam dhe zgjidhje për këtë çështje. Unë gjykoj që se këta thonë Shqipëria ka bërë maksimumin e tyre. Jo, nuk ka bërë maksimumin. Faktori politik në Shqipëri duhet mlidhet me urgjencë. Për te ndasive, duhet mlidhet me urgjencë dhe të bëjë një pakt kombëtar për të folur me një zë për çështjen e luftës Kosovës. Dhe me njëherë të bëhet një peticion mbar kombëtar, Parti Demokratike, Socialiste, pa parti, musliman, krishterë etj, të mbledhin firma dhe t'i drejtohen me një notë presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe t'i kërkojnë mbështetje pikërisht për këtë çështje, sepse kemi moralin, kemi drejtën dhe jemi në anën e durtë historisë dhe absolutisht është ndërhyrja e parë që ka bërë NATO pikërisht si forcë e bashkuar në këtë luftë. Ne kërkojmë mbështetjen e presidentit amerikan, por që ta kërkojmë këtë mbështetje ne duhet jemi të gjithë bashkë dhe unë mendoj që kjo gjykatë që është politike dhe kjo çështje zgjidhet vetëm nëpërmjet mjeteve politike. Pra presioni i presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës absolutisht do ta zhbëj këtë proces të montuar. Nuk e pranon kursesin që është një gjykatë politike. Ata nuk e pranojnë, por në rast se presidenti amerikan, se po do flasim hapur, ka marrë për me fol hapur në këtë emision. Në rast se presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërhyn te kjo gjykatë, kjo është pesh liliput në raport me ato që profesor. Ti marrë një opinion edhe zoti Kryeziu, a mund të na ndihmojë në këtë pikë zoti Kryeziu Donald Trump, nëse siç tha Uloni gjithë faktori shqiptar bëhet bashkë dhe ja kërkon diçka të tillë. Grenell për shembull, përfaqësuesi Trump për zgjidhjen e krizave, ka folur disa herë, ka mbajtur status edhe tjera si këto, po çfarë mund të bëjë Trump? Mund të bëjë diçka kundrejt një gjykate që Uloni thotë është politike, po ajo se pranon, natyrisht diçka të tillë. Ju e dini mirë këtë. Uloni, sipas mendimit tim, ka thonë pa i thënë plot çka ka folur. Dhe sipas mendimit tim, do të thonë Uloni politikat e Kosovës e Evropës kanë shumë që këtë ka e mirë, po nuk do se ta Trump me fuqinë e saj, kemi pas probleme të kësaj natyrës. Do të thotë Ceku për shembull se kjo gjykatë nuk e ka respektuar llorin e brendshme. Ata me rregulloren e brendshme, prokurorët nuk kanë të drejtë të përcaktojnë numerikisht masën e ndëshkimit. Ata kanë vetëm të drejtë të thuajnë, do të thonë besën pranë aktakues dhe kërkojnë dënim. Do të thonë të konsiderueshëm, jo masë të dënimit. Do të thonë kjo është një farë lufte speciale dhe psikologjike ndaj popullit shqiptar të Kosovës. Dhe po Trump ndërhyjë dhe më fortë të arrijë ajo që duhet të arrijë, sepse në botë asnjëherë nuk kanë rënuar shërimtarët. Ne kemi bërë një luftë shërimtare të pastër, të denjë për lirinë e Kosovës, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, dhe kështu që nga paradhunë serbe, gjithë bota, kështu që kemi pas viktima, masakrat të ndryshme, vrasje e kështu me radhë. Kështu që ne konsideroj se këta luftëtarë lirisë edhe autoritetet e shtetit Kosovës do të lirohen, mendojnë ka maj ose qershori. Qartë, zoti Kryeziu, kemi probleme të rrëpashershme me internetin, me sa duket, qoftë me figurën, por edhe me audion. Dua t'ju drejtoj edhe një pyetje të fundit, para se t'ju falenderoj shumë. A mund të shfuqizohet kjo gjykatë
speciale e Hagës nga kuvendi i Kosovës, apo është vetëm një deklaratë, le të themi, që përdoret për konsum politik? Në këtë fazë, është e mundur diçka e tillë dhe çfarë do të prodhonte në arenën ndërkombëtare? Është e pamundur të badinteri, që në tonë 2/3 e shtarë, 2/3 e minoritet. Kam shkëputje me zotin Kryeziu, nuk e di, më konfirmoni nëse do të kemi lidhje me zotin Xhavid Shala për të vijuar bisedën përsa i përket formimit të gjykatës speciale për atë Hagës. Po, e kam zotin Shala. Zotin Shala, të përshëndes. Faleminderit për kohën. Përshëndetje. Siç besoj na ke ndjekur në këto momente, isha me zotin Kadri Kryeziu, njohës një ndër më të mirët e kushtetutës në Kosovë, në studio me Aulon Kalan. Në gjykimin tuaj, pse u krijua Tribunali i Hagës? Ishte një iniciativë brendshme, një presion ndërkombëtar, a ishte e rëndësishme që të ndodhte kështu pra të krijohej ajo, apo ishte mundësia edhe të kishim versione alternative? Pse jo ndoshta një gjykim edhe një gjykatë brenda territorit të Kosovës? Po, në fakt që quhet gjykata e Kosovës, dhe emri nuk e ka gjykatë parë, por ka dhomat e specializuara të Kosovës. Sepse është votuar në parlamentin e saj, po, ama quhet edhe një gjykatë ndërkombëtare për të patur konsensus edhe gjithë përfshirje, apo jo? Statusi me një gjykate ndërkombëtare, por në fakt është gjykate ngritur nga kuvendi i Kosovës, është pjesë e kushtetues të Kosovës. Fillimi i kësaj, historia e kësaj fillon herët, në fakt, që në kohën kur Carla Del Pontes po i përfundonte mandati si kryeprokurore e Hagës, dhe Carla Del Ponte ka pasur hapësirë për të hetuar për raste të tilla të përfshiten në gjykatën penale ndërkombëtare, për nëse do kishte krime. Ajo nuk arriti do të dokumentoj asgjë, sepse nuk kishte çfarë të dokumentonte, dhe në librin e saj të fundit që shkruaj përmendi disa fakte pseudofakte, si shpinë e verdhë dhe tjera, që e trajtoi edhe Auloni. Pra, dhe më pas ka një angazhim të madh të inteligjencës ruse dhe serbe në kontakt me Dick Martin, këto që po them unë kanë dalë nga burime të tjera, në kontakt me Dick Martin për ta furnizuar me materiale Dick Martin në mënyrë që ai të përgatiste një raport, dhe ai përgatiti raportin dhe e paraqiti Këshillit të Europës. Normalisht një raport si ai që ishte përgatitur do ngjallte reagime të mëdha, dhe ngjalli reagime të mëdha. Kjo pastaj bëri që të rritej presioni ndërkombëtar për një hetim të pavarur. Dhe ky hetim i pavarur pastaj pa disa modele që do të bëhej, dhe në 2015 përfundimisht u bën ndryshimet kushtetuese dhe u miratua ligji për dhomat e specializuara. Pra, ka qenë një presion i madh ndërkombëtar. Synimet në aspektin gjeopolitik në atë kohë ishin që synimet të tregoshin Serbisë që drejtësia është e paanshme, pra ashtu siç u ngrit për Serbinë apo për krimet e ish Jugosllavi që funksionoi nga viti 2003-2002, nga 92-93 deri në 2017, pra kështu do gjykoshin edhe krimet e palës tjetër. Ky mesazh do dha Serbisë, ndërkohë që palës shqiptare tashmë u synuat të jepen një mesazh më i zbutur për momentin, duke i thënë që ne nuk do ngrihet një gjykatë siç ishte gjykata në Jugosllavi, sepse në fakt ju jeni me anën e viktima, por do ngrihet disa dhoma të specializuara, pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, dhe por subjekti në këtë rast, por objekti i punës së tyre në këtë rast do të ishin objekti do ishte përcaktuar në kohë, pra në vitet 98-2000, dhe gjithashtu do ishin kryesisht lëvizja qytetare e Kosovës. Pra kjo gjë ka qenë e ditur që në fillim, këtë gjë kanë ditur gjithë edhe në kuvendin e Kosovës, pavarësisht se besuan dhe shqiptarët besuan tek drejtësia. Sepse besuan në kaosën e ushtrisë qytetare të Kosovës që kishte bërë një luftë të drejtë. Por me sa duket këtu përsëri vazhdoi furnizimi me materiale dhe kjo prokuroria, sidomos prokuroria e këtyre dhomave, prokuroria ka marrë vazhdimisht materiale nga
prokuroria serbe për krime lufte dhe vazhdimisht materiale nga inteligjenca serbe. Edhe dëshmitarët janë identifikuar nga inteligjenca serbe, edhe ata shoqëruar prova janë identifikuar nga inteligjenca serbe dhe në farë mënyre prokuroria e Hagës ka qenë një dorë zgjatur e inteligjencës serbe për të arritur për të mbyllosur luftën nacionale, luftën qërimtare të shqiptarëve të Kosovës. Po, zoti Shala, ju e thatë, shqiptarët votuan për këtë arsye, besuan dhe votuan për këtë arsye u krijua gjykata e Hagës. Ama ka disa momente, pretendimet të Dik Martit, siç e tha edhe Aulonin vetë parë, duke qenë se ka qenë dëshmitar, ran për shtëpinë e Verdhë dhe për tjera si këto. Kur u pa se gjitha akuza ishte ngritur në një tymnaj të pabazuar askund, mos ndoshta ishte momenti që ta shfuqizonte Kuvendi i Kosovës këtë gjykat, a mund ta bënte diçka të tillë? Do të kishte kosto? Nuk e di. Çfarë opinioni keni në lidhje me këtë? Absolutisht që do kishte kosto, sepse faktorit ndërkombëtar, presioni ndërkombëtar, aleatëve tanë duhet t'i jepesh mesazhin që Kosova po bëhet shtet i së drejtës, edhe atje ku ka dyshime, duhet bëhen hetime. Pra, edhe kështu u pranua kjo gjykat. U pranuar ka qenë vetë thashë që ka të shtëpia e Verdhë ra. Shtëpia e Verdhë ra, edhe shumë pretendime të tjera. Objekti i kësaj gjykate nuk ishte vetëm shtëpia e Verdhë, një nga këto që objekti i kësaj gjykate thotë për krime lufte, për krime kundër njerëzimit, duket edhe të tjera sipas raportit të Dik Martit. Pra, nuk është vetëm njëra, kështu që hetimet do të bëshin se s'bën. U ndalet edhe shtëpia e Verdhë, po pothuajse gjitha pretendimet e Dik Martit kanë rënë. Apo jo, jemi dëshmitarë për këtë. Absolutisht, shiko, me shpinë, unë kam shkruar në kohë kur diskutuar shumë, edhe kam për analiza në kohën kur diskutuar shumë Shtëpia e Verdhë dhe Libri i Verdhë i Karla del Pontes, sepse këtu filloi indicia, pastaj këtu fushi edhe inteligjenca ruse. Pra këtu synimi ishte që të barazojë agresori me viktimën. Këtu ata ishin shumë të qartë se ku